shkoj në fshatin Paçram miq, një fshat në hyrje në qytetin e Shkodrës. Një fshat shumë i zhvilluar pas viteve 90 të shekullit të kaluar, me toka të mira dhe njerëz mikpritës për të ardhurit nga zona malore të veriut të Shqipërisë në Paçram, mbas vitit 1990. Në Paçram dhe në 3 lagjet e saj jetojnë me 1500 banor. E ardhura kryesore ekonomike e familjeve këtu janë ullindh, mbi 50.000 rënë në të gjithë fshatin. Në shumë familje gjen edhe pak bakti, gjedh dhe të imta, si ekonomi ndihmëse për familjet. Ju përshëndes miq nga fshati Paçram, një fshat jo shumë larg Shkodrës, i cili para viteve 90 është shumë i njohur për një emër të madh, Fadil Paçrami, dramaturg pra i madh, i famshëm, i cili vujti pastaj në diktaturë edhe Viteburgu dhe kufizim lirie. Por sot jam këtu në Paçram pra, në krahun tim të djathtë janë arat e mbjella me hasëll, me jonc, me ushqim për baktit, ndërsa në krahun e majt janë ullindh. Ullindh jo shumë të mëdhej, 15-20 vjeçar, të cilët janë mbjellur sidomos mbas viteve 90 këtu në Paçram. A ke pas mundësi ti me ju dal hakut me punëtora, keni pas fuqi punëtora, keni pas... Gjej Zef Pashukun, specialistin e vjetër të bujqësisë, ish drejtues i njësisë administrative të Hajmelit Rauidejës, në hartën e të cilit bën pjesë edhe Paçrami. Makini bujqësore për momentin, a mundi delni me këto shërbime? Po, si duhet jo. Po diskuton në zjarr mbi punët e ditës dhe sinës së pranverës me Alban Seknajn, agronom i Arebit në Bashkinë e Shkodrës dhe 2 fermerë. Kundajt mbështetjes që jep Ministria e Bujqësisë. Po më rani më kush, si s'na të gashim. Fshati Paçram është pjesë e njësisë administrative e Hajmel, e Bashkisë Valdejës. Është një fshat shumë punëtor, është i përbam me shumë familje të ardhur nga viset veriore e Shqipërisë. Sa familje bën, Zef? Janë mbi 300 familje, Mbi 300 familje. të cilat kanë ardhur që nga Tropoja largët, që nga Dugagjini, nga Mirdita. Wow, interesant. Janë edhe familja autoktone, familja Bukloj, e cila ka shumë vite shumë vite, me sheku që jeton tu. Dhe këto fermerë, që para 20 vitesh, përqafun skemat e mbështetjes në bujqësi, mendimin edhe të ish komunës Hajmelit të asaj kohe, në bazë ligjeve që ishin, ato aplikun dhe për toka me qëra, dhe janë mjellë mbi 100 hektar ullishte. 100 hektar në ullishte? Hektar ullishte, të cilat ju ashtë shërbyer shumë nga fermert. Bravo. Kanë marrë rezultate shumë mira edhe në prodhim, dhe punojnë me shumë pasion të gjithë, pavarësisht se si ku do rinia edhe ka lëvizje a shtetit. Patjetër, po një jetë më të mirë. Punojnë edhe, Lëvizje, por është një patjetër. fshat i cili përveç mundësive që ka marrë në mbështetjen me fidana, para sy nga më të ndryshmet nuk kanë apliku për mbështetje mekanike, E qartë. mekanike, gjë e cila sot qeveria shqiptare i ka hap mundësit për me apliku Atëherë, me shkeme mbështetëse. Kuptoj që baza ekonomike e familjeve këtu është bujqësia, Patjetër. ose më saktë ullishta. Pa. E pak blegtori ndoshta, nuk e di? Ka pjesësh blegtori, po më shumë bazë familjare. E qartë. Parasysh sepse nuk kanë mujtë familje të përgjigjen 2 sektorëve, edhe frutikulturës, edhe blegtorisë. Përveç saj, punojnë edhe kanë edhe tokë fushore, ku e mbjedhin me kulturat jonxhe, misër, grur, Patjetër. dhe patën fatin. Që shërben edhe si ushqim për blegtorin. Po patjetër blegtorin. Edhe këtë vit që u mbyll, ishte fati që pse në Paçram dhe në fshatet Shqetqet dhe Pistull, u ndërtui kanal i ri vaditjes me beton në Ministria e Bujqësisë, pas kërkesës shumë të Bashkisë Valdejës dhe të fermerëve, dhe u bën realitet që mas e pas problem ma vaditjen në bujqësi.
Kemi hyrë për miq në një parcel ose në një ullishte këtu. Dhe jam sërish këtu me Zefin. Zefi dashur, shoh një mjeshtër që e ka përë tani. Gjeloshi është ullikshtar vet, ka mbi 2 hektar ullishte, Bravo. por fatmirësisht është një shartus model, i cili ka punu shumë vite në Greqi Bukur. dhe tash po kontribon këtu Ka një eksperiencë pa. për shartimin e ullishteve, duke përmirësu varietetet Kultivari, që i kultivaret që i përshtaten klimës dhe zonës tonë. Atëre, a mund ta takojmë? Po patjetër. Gjeloshin. Është Përshëndetje, Gjelosh. Përshëndetje, mirë se erdhët. Dita puna mbari dashur. Faleminderit, mirë. Të mbash të dorë një deg ulliri, do të thotë që të kontribosh paqes. Sepse ulliri është vërtet bima e paqes, apo jo? Po. Por edhe bima që jep edhe prodhim të mrekullueshëm. Si në kokër, ashtu edhe në vajin e ullirit. Por do ndalemi tek shartimi, si thot edhe shefi, edhe Zefi pra, je mjeshtër në shartimin e ullive. Edhe ke një eksperiencë goxha gjatë sepse ke punuar në migrim. Kam punu 15 vjet në emigrim. Më shpjegote, kjo deg? Tash kjo deg, ka sytha këto, që ku janë të që i dalin këto. Po. Tash po shohim aty në vend, po kjo pritet kështu. Edhe vetë pritet dhe ajo, po e shohim, po... Dhe kjo quhet shartim me kallam, si quhet? Jo, shohim me lëkurë. Me lëkurë. Me lëkurë. Okej. Një shartim me lëkurë, Po. nga një bim ullirin në bimën tjetër, Po. për të përmirësuar kultivarin, cilësinë e kultivarit. Me nru si Okej. komplet si cilësi. Okej. Po ju ndjekim, faleminderit, ju ndjekim. Përndej ju. Po. Ku kena ulliri? Tu? Tash i shohim të ullini për me shotuna. Edhe Ky pra do të jetë ulliri ku do bësh ky shartim. do jetë ullini do bëjmë shortimin, që do bëjmë shefne. Një pyetje. Çfarë kultivari është ky? Jo frentoj. Po jo i mirë. Ti ke Për hallë dos. për me, që më thonë mu me bo karanek. Koronek, po. Koronek. Okej. Punë të mbari dashur. Faleminderit shumë. E na presim të. Punë shumë interesante, Zef, shumë interesante. Tash kjo ka sysin tonë. Vene gjelosh aty të shtitë veni vetë. Tash që shifet. Ndore shallat i zen. Kjo me po këta. Patjetër, po. Asa të shumë. Pra ju po vendosin një syth nga kultivari Po. Koronek? Koronek në frontoj. Në frontoj, po, në frontoj. Kur në të një mëj? Bravo. Zef, kjo është një shkencë popullore, më themi kështu. Një agronom që aplikon shkencën popullore këtu. Ne kena fat ku kena mjeshtat mirë. Po, Dhe ne sigurisht. specialistat, unë dhe Albani dhe shumë si puna jonë, pa më dhonë me kontribu sa mundë. Po, sigurisht, po. Po, Si kjo kaç kishte. është një Pra, juve sa po e kryet tani? Po, qartim, tash mas 15 ditë Mbas 15 ditësh, po? do ta presim ta. Izolantin. Pritet, izolanti, po? Hiqet izolanti, hiqet dhe kjo pi sipër mja. Lëkura e sipërme që Ajo. mban brenda sythin. Jo kjo sipër po. e si përve. Kjo E sipërme, po. E dita është në gjesh, ajo tjetra në gjita, ajo tjetra në gjita apo nish. Me ta? Sa, a mund të bëj pyetje direkt këtu? Po tjetër. E sa përqind të kanë zonë dhe imë sot që kesh atu? Paka shumë. Paka shumë, unë garanci jap për 80%. 80%. Po na sikur kam të miqat Në shartimin e ullinjve. Sikur kam miqat e. Të lumë dora. Unë kam shëtu 400 roj. Në ata 400 roj mund kënë dështu 20 roj. Lumë shenë dora. Pra, keni shartuar 400 rrej. 400 shëtu drejti, kam bashkë bërdej. Ishin me dhe lagina. Çfarë pune? Tash mas 15 ditë që ka me bën ky një punë tjetër ky. Po. Po këta ka me bën mirë shi. Do të vi ta bëj vetë zotëria apo do vinë Ta ju? bëjnë vetë ai. Duke mësuti. Po. Se Po. e pret tan rreth rrotull, Aha. Po. edhe këto. Po. Pse bëhet kjo? Për 10 minutë kallëzojmë stesh. Edhe hiqet kjo. Lëkura. Po. Hiqet kjo. E zvisni pra trungu. Po. Dhe zvishet. qëllimi i kësaj, Qëllimi i kësaj është që kur të filloj me shpërthy, Bravo. nuk merr lang monk ha.
këtu kënej, po e merr kjo. E merr fuqin këtu. E merr kjo. Kjo do hiqet komplet kjo. Bravo, Po mas 15, mas i thekush izolantin. 15 Kjo është ditësh. mishteja. Si thekush izolantin, do thekush atë kapakun, atëherë ke këta. Kjo pra Po shkencë sprejtot, popullore, një agronomi i kam shtu ulleton, shkoj mi. Atëherë miq, e lam prapa një ulli që sa po shortua Kjo është i dhe shortu. jemi këtu në ullisën e Mirash Thepit, apo? Po. E shoh edhe këtu, nuk e di, Kjo ullinë diçka keni bërë. Kjo Po, ullinë është shortuar vjet. është i shortuar vjet. Po, kjo është Dhe kthehen degët e reja Degët që që vinë ka lëshuar pas vjet. shartimit. Po mas shortimit. Ja si Ky- duket edhe këtu. Ja, ky ka shortu. Mirash, i lutem. Pa shikoj këtu. Që vëshël Janë prerët e vjetshme. Si që ka lëshu. Janë prerët e vjetshme, Edhe bravo. ky si që ka lëshu. Kurse kyt e kam vënë model tjetër ushqimit. Jo, ju lutem qëndrojmë këtu, Po. tek shartimi pra. Edhe ky ulli ka qenë frontoj dhe keni vendosur Koronek. koronek. Sythat e koronekut. Si thash koronekut. Dhe me sa duket kanë zbërthyer degët tani Ka është për smarit, ka e është. koronekut. Ka është për Ju të pëlqen? smarit. Është veti për shtatet zonës tu. Aha, i Për përshtatet shtatet zonës se. bravo. Për shtatet zonës se kena zonës në Lagështin shumë edhe. Atë, që pyes fillimisht sa rajulli keni, Mirash? Kam rrëth 2000 sa raj. 2000 sa rajulli. Ja deri vetëm. Sa të monën vetëm kam me gjithë bashkëshortën. Këtë thotë që Iku kur vjen djali, këtu tek iku- udhishtat, po? Iku djali para 3 vjeç. Me dvoj pa ushit. Është negacion Po, djali. me të vnesha rushit pa ushit edhe u detyroi iku. Tha bab, s'ka bë. I edhe iku. Ai ka shku për një jetë më të mirë. Për një jetë më të mirë në Po Itali. këtu thatë juve edhe një herë sa rajulli keni? 2000 rajolli, 2000 kam rajolli. një model vnesh rushit, kam një model Një me marr. dynym vresht rushi. Po, një model marr turke. Edhe ara turke. Po. Pasuri goxha e mirë kjo. Po me Mirash. me pas nim është shumë e mirë. Po një gjamë bën përshtypje për këtij shtetit. Se unë e paguaj kujat energjinë elektrike me vadit ullenin si kolesev e shajtonin në Tiranë. Edhe nuk e folin një minisa ose një deputet nuk e ka diskutuar këtë punë. Kurse në Greqi është gjithë përgjithë. Çështën e vaditës e Çështën e vaditës e paguaj energjinë sikur shajtonin në Tiranë. Po, çfarë energji e paguan? Për çfarë? Po do të më zjerruin me vadisë, unë tonë e kam 2 km lek si e bi ujnë do. Me pus? Me pika kam, ashtu ujë atje, kanali. Atje është kanali, Unë bravo. tani kam bërë me pika këtë. Kanë pikat e vadit me pika. Pra sistem impiant me pika. 2 km lek e kam marrë. 2 kilometra 2 larg. km atje, janë në fund e kam. Çka kërkoni atëherë? Që këtu ky kanal këtu poshtë jetë me ujë. Pa i këtë Nuk vjen ujë këtu. nuk ka mundësi marrë, ka ardhur me gjagjin vetë për të shëzin. Ka ardhur para vitit 90 pra. Pa, e kanë sot ardhur nuk para vjen më. Thash sa pas kush kanalin tash. Okej, rikthehemi tani përsëri tek puna juaj. Tek puna juaj dhe zonjës soj, se vetëm ju dy keni mbetur. Ba, kam marrë ilucion. Dita u zgjat tani për fat mirë në pranverën Po. dhe kam përshtypjen që vini më shpejt tani. Nëse dikur Mjes- keni ardhur në orën 7, tani vini në orën 6. Mes me dark. Po, mjes kur domethënë çfarë ore? 7 mjesit se s'bën me prekullin shumë se ka Lagështin, Bravo, mes. Edhe deri në orën 4-5 pas dite. Atëherë, jemi në pranverë pra. Po kryeni shartimin e mjaft ullive, kjo është një nga detyrat e para, po them. Po, Keni bërë krahasitje gjithashtu? po, ka shitje. Do të ketë një spërkatje ndoshta? Po, ja Spërkatje kam bën, pranverës? ja kam bën në mars, do t'ju bëj tani tjetër. I ke bërë një spërkatje në mars? Po, tani do t'ju bëj tjetër ka funi, ka gjysë e aprillit, Okej. se fillon lullëzimi, ka pamuk orën e dën herbicide, Po, patjetër, po. ka pamuk edhe do spërgati se s'bën. Okej. Për këto që i flisni, pra për ilaçin, për spërkatjen, e përfitoni As një sekund lekut fitu se kena. as një lek. As një lek. Kam marr vjet 100 kg naftë. Ke marrë vjet 100 kg 100 naftë. litra Në naftë. 100 litra naftë. Okej, sepse ke makineri bujqësore, Po kam zëtorën, kam... Ke zëtorën, po, pa zëtorën, ilustruaj. Po, sepse vërtet keni një pasuri goxha të madhe. Ju thatë që keni shumë ulli, po t'ishte diku në Veshta Evropë, rushi t'ishte në dhe- Evropë kam pasurit dhe madhe, arra. në Shqipëri s'ka vlerë. T'ishte në Evropë ka shumë vlerë. gjithsesi toka ngelet pasuria më e madhe, më e pacmueshme i dashur Mirash. Po, Apo jo? po. Dhe shpresa vdes e fundit, mos harro këtë. Po na dishme dhe na vetë. Edhe një? Maru ma na, dishme, kush ka me. Tonë shatë si gjenë 10 djemë të ri. E qartë. Urojtja dilin mbar i dashur. Falim në Sepse jetë, jelum shi kamë dhe pranvera ju do se akoma interesoni. që të Faleminderit. zbërthej gjelbrimin
Po Faleminderit. keni punë pas edhe me vresën e rrushit. Po vlesë Po keni rrushit. punë edhe me arrat Edhe me gjithashtu. orët. Dhe keni punë përfundimisht edhe me tregun. Si Tregun? dili me tregun? Të regon, tu i vujtjen kryesore prapë të regu. Përsëri, vujta kryesore Shke, plus tregun. shke ku qanë, kusht marrin me mishe, me shokë, me dashamirë, s'ka gërmullus, për kur gjanë. Po jo bie shumë shtrenjtë, nëse vjen e merr grumullusi. Nuk keni mundësi dhe hapësira që ta Ku? tregtoni vetë? Ku me, Shkodër, Tiranë, Ai, Lezhë, po si nuk është rrugëzidhja jo. ose përmes projekteve, pse jo? Të ofroni këtu, po them, grumullues nga Italia, nga Greqia. Pa, s'kena mundësi, se është mirë, sa me thonë, Nuk jeni të kualifikuar. se janë kualifikuar për këtë punë. Po Albanin e keni këtu specialistën e bujqësisë. Kena Albani njëri mirë është, po çka ka bërë Albani. Flas këtu për aplikime, pra që mund të bëni. Mund të bëni aplikime i dashur mirës. Gjithsesi, ju shkon të mbarni. Faleminderit, Shkoj. faleminderit, I takoj faleminderit miq, shumë. faleminderit. Faleminderit shumë. Atëherë miq, ne ndoqëm edhe në rrugë në asfalt, pra nga qendra e fshatit deri tu në Ullisht. Mirashi ka një automjet të vogël dhe këtu të mbushur plot me deg ullësh. Mirash, përse që bëjnë të deg që i solli deri Po, këtu? kam 2-3 vëlli aty në shtëpi edhe i kam java për ushqim. Ushqim për Për bakti. baktin. Po. Bani bakti, pra. Mojmë sa për veti. Po. I këtë se Tele, klim t'jop. Ja, dhi. dhi. Okej. Dhi. Që janë dhi autoktone vendase? Ja, dhi t'jashme. Alpine, franceze. Po, alpine. Javi pak qumësh. Japën 4 kilën. 4 litrë në ditë në një për tyre. Po. Po mirë, sa për nevojët e Po, familjes. sa për veti, vetëm sa për veti, se e kam marrë original. Okej, dhe këto degulliri pra janë ushqim për dy dhitë tuaja. Ushqim bio. Ushqim birë. Ju shko të mbarë dashur, edhe me bektori. Faleminderit. Faleminderit. Rreth 2 orë më vonë, me propozim të Zefit, shkojmë në fshatin Pisull, ngjitur me Paçramin. Dy fshatëra të ngjashme si pikat e ujit, por me fizionomi të ndryshme. Ndryshon peizazhi sepse tani jemi pranë një shtëpie, pranë një vile. Shumë e bukur duket. Këtu jemi në familjen e Nikon Shanhilis në fshatin Pisull. Fshati Pisull, po. Krejt afër, po thuj se fshati përbashkët me Paçramin ku ne pa mollishtet mrekullueshme. Tu është një familje e cila punon 35 vjet me bujqësi dhe me blegtori. Kryesisht sektorin blegtoral. Ka mbi 40 lop, gjitha është ba me kursimet familjare, me mundin familjar, Bravo. pa përfitu asgjë nga shteti. Këta Mirë punojnë, të zonjë, eja t'ju japim dorën, si jeni? Me shëndet? mi se gjetem Mirë? konate mirë. Aja lol bol, Vol tu lol dehet. ju shpërblen zoti mundin inshallah. Faleminderit. Dera me hy sa pak me pate Po, te lopt, lopët tuaja, ekonominë e familjes tuaj. e më dhejnë du në thush 2 fjalë për punën tuaj si familje. Po, A je lolla, Po. a keni forca ma me punu të jeni golinja? S'kena mo. Ja inshallah po jeni të fort. Jeni të fort shumë. shkojmë atëherë e shohim. Faleminderit. shkojmë. Faleminderit. Oh, ja, këtu Ja. shikojnë Ja, lot këtu kena të matrikulluara, i Tu shoh. kena lot matrikullume, disa mini ka majt. Ja, tu e pas të bykën.
Jemi një fermë lopë shumë e mirë, vërtet. Ta ka ëndët e shohësh realisht. Ashtë kënaqësimi po, ja gjitha janë të pastrume. Të shëndetshme i shoh. Këta punojnë pa punëtor, punon gruaja Nikolinit, punon nusa Nikolinit, punon djali Nikolinit E që kam biznes familjar, pra. Krejtësisht familjar. Okej. Eja, zonjë, a mund të flasim vetëm 2 minuta bashkë? Po. Njëherë, mirë se u gjejmë këtu, në shtëpinë tuaj, dhe pranë ekonomisë, familjes tuaj. Lopët keni ju, apo jo? Me lopë mërna. Me lopë merreni shumë mirë. Tu mund të jenë rreth 20, pak të 20 lopë, apo jo, mund të keni këtu? I to 30 më. 30, bravo. Dhe ju që beni, sa po hapni sytë në mëngjes, besoj? Kur Në zgjohesh? 4 nadës. 4 natës. Tu fiet në për lopë. Më rëzëk. Interesant. Po? Punoni fort, pra. Shumë, ka 6-7 karros splendid, nadesh, 6-7 karrocë Oh, prej falla ditë, vajet, mana, që i nxjerr pra nadesh. në stalla, po? pa tjetër. A keni do mendën me bani stall të re me këtë mrekulli? Pa tjetër. Bravo. A keni dëshirë me apliku të fondet qeverisë shqiptare? Po kënë shkru që atje pasë i sanë s'na kënë ba. Një pyetje të lutem. Sa qumë merrni si familje nga 30 lopët e fermës suaj? Për zotën që të s'di që më të thonë se merret burri ma fakt. Sa bën Sa një keni- lop? Sa prodhon? Sa litra qumë në ditë? Një lop, sa prodhon? Një lop 25. Ja, gjerë, 25 litra. Pa tjetër. Mbi 5 kintal qumsh, me 5 kintal qumsh në ditë shesin si familje. Me siguri që kanë një Një lop. kontratë, besoj. Keni kontratë keni gjitha? Ku e çoni Po. qumshin? I to të një pristojket. Po, që do të thotë, çfarë profesion ai? Ka bagjo ka bagjo, të licencume me Bravo. kontratë, Bravo. me fatura të gjitha të rregullta. Shumë bukur. Ja pra, flasim këtu i dashur Zef për një fshat, për pistullin dhe këtë fermë të zhvilluar shumë, ndoshta edhe nga agroturizmi. Kjo është një zonë e mrekullueshme, siç e pam për ullirin, për drithat, edhe për blektorin, Po. dhe janë familje që kanë traditë në blektori dhe jom kot ke familje e ushton blektorin, që është një punë shumë e zorshme, me oras shumë zgjatun, po ja kanë pa dhe harin se jetojnë shumë mirë pa ndihmën e kërkuj. I dashur Zef, një udhëtim shumë i këndshëm tani, kemi qëndruar në fshatin Pistull. Po edhe në një tempull të besimit katolik të këtij fshati, në siguri. Po, Të një besimi që për qindra vjetësh i ka dhënë përveç Pistullit dhe Pacramit edhe Shqipërisë, sepse në këto tempuj është ruajtur shumë mirë gjuha shqipe. Për shekuj pra. Nga Gjon Buzuku i famshëm për të ardhur deri ditët e sotme kur në kisha meshat mbahen me gjuhën shqipe. Apo jo. Por unë dua që përveç kësaj vlere, jashtëzakonisht madhe kulturore dhe shpirtërore, të flasim dy fjalë edhe për Pistullin. Për fshatin si shtat juve, ngjitur me Pacram. nga ky fshat, këtu ka shëby e madhja Maria Galeta, Oh, Murgesha heroin, e vujtur shumë gati në kohën shëjtore, edhe kjo. e komunizmit, Po. dhe fatkesisht para pak kosh, vdiq dhe Monsenor ndroi jetë. Po. Monsenor Simon Kulli, i cili ishte biri i këtij fshatit dhe 100 metra më ndër shtëpia e tij. Sa shtëpi ka Pistulli? Pistulli ka- Sa familje? Pistulli ka Dhe mbi- këtu cila është baza ekonomike e familjës. Pistulli ka mbi 200 shtëpi, Mbi 200 shtëpi. shumica janë familje autoktone, Bravo. me tradita në bujqësi, me tradita Në kulturën e jetesës. në kulturën e tesës, kanë jetu mirë, janë familje që vitet e komunizmit e kanë kundërshtu sistemin, nofta edhe pjesë e madhe në përsekutu, por me gjitha familje që edhe këto kanë shku shumë mirë një me tjetin, Bravo. kanë marrëdhënie speciale një me tjetin, kanë kriju kushqi një me tjetin, dhe sot janë familje të cilës kanë sjellë asnjë problem në zonë, Po. në marrëdhëniet e përbashkëta që kanë me një tjetrin. Ndërfetare. Okej. I dashur Zef, ju tha para që edhe këtu është zhvilluar bujqësia për 10 vjetë sepse toka ka qenë hambari më i madh. Po. Edhe për banorët e Pistullit. Por baza ekonomike cila është në bujqësi. Nëse në Pacram kishim ullit,
Po këtu, çfarë? Këtu më shumë është bujqësia dhe blegtëria. Kur themi bujqësi, çfarë? Bujqësi të me thonë janë drithet, Dritën. bimtarave, gruri, jonxheja, misri, po edhe në pisull kanë mjedhë ullishte, kanë mjedhë edhe vreshta, Vreshta rrushi pra. po vreshta rushi, patjetër. Nxirret verë. Kanë ndërtu shqebime, Nxirret verë këtu i dashur. verë, në kushte familjare po. Atëherë, i dashur Zef, ju falenderoj shumë për gjithçka që sollët emisioni Veri Jug. Shpresoj që në të ardhmen të takojmë sërish sepse tash ky është një hambar i madh vlerash në kulturën e jetesës, në kulturën e njerëzve, në kulturën bujqësore dhe agro-blektorale gjithashtu. Mbi gjitha të flasim për njerëz të mirë, për njerëz punëtor që e mbajnë jetën me ders, me sakrifica, për të vazhduar më tej pra, traditën qindra vjeçare të jetesës këtu, në këto troje. Të lungoja. Ju falenderoj shumë. Ju misarshi në bashkinë Vodejs, në çdo fshat bashkisë, në Kahinë e Zadrims, që të pasqyroni punë të mrekullueshme të familje dhe të fermerëve zonës. Përshëndes. Faleminderit shumë. Gjithë mirë dhe Miru bashkë. takoshim. Miru takoshim. Të fala.